shqiptare që sot kërkon që jo thjesht disa objekte që kemi përmendur deri tani, por të hedhur poshtë kjo diktaturë e ndërtuar në këto 35 vite. Dhe kjo diktaturë po merr pronat të shtyp njerëzit e padrejtshëm e merr çfarë popullin tonë. Unë flas këtu në emër të vibrantëve që qeveria Rama diktatura, poshtë qeveria Rama, poshtë që gjithë oligarkë. Shqipëria ka qenë nga Çamëria deri në Nish, sot Shqipëria po na lokalizohet nga Flora deri në Rioll. Nëse nuk e dalim, do na bllokon vetëm Tiranë. Nuk ka më, mbi 100 vite Shqipërinë e kanë dëmtu. Na kanë marrë Çamërinë, na kanë marrë pjesën e Kosovës, na kanë marrë Kumanovën, tani duhet me na marrë Florën, po na morin Riollin. Nuk ka të ndashur, prandaj ne do dalim çdo ditë protest derisa ato ligje të kthehen prapë. Ne nuk të spostona aktualisht, po protest të fortë. Protesta nga Tirana për të ftuar, po ikën të protestuesve në Florë. Shqipëria e madhe.